Se nuk ban njerjen me dëshprua. Që kallëzoj një rast dëshprimi dhe një rast gëzimi, shumë i çuditshëm. Po mos kujtoni që jam i lënduar personalisht. Kur hym në seancën e parë, tash një vit, edhe 10 ditë i bëjmë një vjet që hym. Po dalim prej aty, po e pyeti një prokuror që ka punuar tash punon avokat. Çfarë është që ky halli jon për çka na kanë pru që tu neve? Se dishim tash ato kur na i lexuan ato terrorist, hoxha mazlumi, terrorist, hoxha filani, fallani, kur i pash gjithë ata hoxhallar terroristë, thash ja rab piçova duhet shtu ja rab. Terrorist hoxh ti? Thash aty pe them, shkaun që kjo puna jon për ti që merr veshje kanë prokurore tash i avokat, shkaun që kjo dhe me mosh i pensionuam. Ai në vend se më gëzua muaj po më dëshpëron. Çka po më thot? Puna juaj nuk dihet. Shkon 15 vjet burg. Më ke rast me sabër. Më ke rast, më ke ngopur me sabër. Pse thash? Pse 15 vjet burg? Se krimi më më i lartë shtetënor kjo. Çfarë krimi kena bëna? Ama kur është njeriu turqë i thënë këtu në Prizren tata. Kur s'kupton njeri, ha? Të jepi gëzosa për dëshpresh. Më shku ju në spital, mi thonë, babës tonë, ti më thonë, ba, pas ke maruti. Shka bëjsh? Ose një të smund më shku në vizit, me pa në spital. Shka je salitavë kështu bë, ti këne bon, pas ke marrë në gjyrë duhani, a ma të marrë të borës. Je kini qef marrë të borën dikush. Ati esë mu ishë më shumë. Kur dolëm për jashtë, atash deri sa s'na morën më në quë, ka në quën atëherë. Një qeter, tha, mëse ki i dhertë hoshta, se kretë kjo është, tha, a i ndryshe më tha, po une, tha, kretë kjo është një pasqyrë, një ekspozit, një spektakel, pe e qujnë politikë. Kësh po spektakel, a pasqyra, ekspozit, qka është, neve na po pagujmë të veshenë, marë këtu, qka o bon, këbunë. A i ma butë ma dha. Njeri prej njeri. Nga në pejgamberi që ka ju ka thonë, juve dhe mu. Merë në këta prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ama kretë bini salavat njëherë për pejgamberin. Qoni salavat? Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneke hamidu mejid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barikta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneke hamidu mejid. Ngoni që ka po thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi ummeti ummetun marhuma. Ky ummeti jam, për neve o fjalla, ky ummeti jam është ummet i mshiruar. Lejsa alejha adhabun fil akhira. Ska me pas ummeti jam azab, dënim në akhiret. Adhabuha fit dunja el fiten. Subhanallah, manën mend mira, ky ummet është ummet i mshiruar. Ska me pas azab në akhiret. Azabi i saj është në dynja. E çfarë azabi ka në dynja? Azabi i ummetit Muhammed në dynja është përçarja, po thot. Përçarja, mu përçar me zveti, vlla me vlla, motër me vlla, përçarje coptim, sikur që u bën tër ummeti, po i ndëgjoni lajmet tash. Belat e ummetit Muhammed, belat e arabëve, atë na kapën belan edhe neve e pagutëm të vëshën e tyne. Telashe, përçarje, vllavrasje, ikje, mbytje, vjedhje, gjakderdhje, shkatrim, prishje. Adhabuha el fiten. Përçarje. Wa zilzalu wal qatl. Mbytje dhe vllavrasje në mes veti.